Në bibliotekën Shefqet Musaraj në Vlorë, numri personave që lexojnë libra rritet nga viti në vit. Kjo duket qartë edhe nga të dhënat më të fundit të siguruara nga kjo bibliotek mbi numrin e leximeve vjetore, nga shënimet dhe të dhënat që mbahen çdo ditë nga punojësit e bibliotekës së Vlorës, vjet re një rritje e konsiderueshme e numrit të leximeve vjetore. Më konkretisht, këtë vit deri më tani janë lexuar 75.250 libra, ku theksohet se nga këto të dhëna nuk përfshihet nëntori dhe dhjetori i këtij viti. Së bashku me këto 2 muaj, shifrat që nuk janë hedhur ende, por do të plotësohen në fund të këtij viti, pritet të jenë edhe më të larta në vazhdimsi. Një vit më parë, numri i leximeve ka qenë në total 71.307 libra të lexuar, ku theksojnë faktin se në 2024 për 2 muaj, për shkak të përmbytjes dhe rikonstruksionit, biblioteka e Vlorës ka qenë e mbyllur. Kjo periudhë 10 mujore e këtij viti është më e lartë edhe se 2023-shi, ku u shënua në total 73.709 lexime. Sipas të dhënave zyrtare, bëhet me dije se këtë vit numri i anëtarësimeve të reja te sektori i librit të rriturve është 700, ndërsa mbi 1.000 anëtar të rinj të leximit të librit ka edhe në sektorin e librave për fëmijë. Theksohet se tek të rriturit, grup mosha që lexon më tepër është 25 deri në 40 vjeç, por lexojnë gjithashtu edhe personat në moshë të tretë, si dhe ata të cilët janë në moshë të re, nën 18 vjeç, të cilat janë në shifra të konsiderueshme. Librat më të preferuar janë ata artistik, ku sigurisht mbizotrojnë ndjeshëm edhe romanet, por edhe novelat. Kërkohen shumë edhe librat motivues, por edhe ata që përkasin zhanerit të filozofisë dhe psikologjisë. Për fëmijë, më të preferuar janë tregimet, porallat, fabulat dhe poezit. Në bibliotekën Shefqet Musaraj në Vlorë, mbi 1.500 janë vizitorët, të cilët shënohen mesatarisht çdo muaj. Gjithashtu konfirmohet fakti se mbi 300 është numri personave që vinë dhe lexojnë në sallë çdo muaj në këtë vend. Nuk mungojnë as dhurimet e librave, ku sipas të dhënave 50 deri në 60 persona dhurojnë libra tek biblioteka e Vlorës çdo vit. Shifrat rriten nëse përfshihen edhe dhurimet e veprave të shkruara nga autorët vlonjat, të cilët dhurohen për bibliotekën, apo edhe nga pedagogët që dhurojnë libra nga biblioteka e tyre për atë të Vlorës. Në bibliotekën e Vlorës konfirmohet edhe fakti se lexojnë edhe të huajt, kryesisht italian dhe ukrainas, të cilët kanë një kënd të tyre të posaçëm për të lexuar. Janë rreth 5.000 italian të anëtarësuar në këtë bibliotekë që lexojnë një pjesë e tyre çdo muaj. Ka gjithashtu edhe anëtarësime të shumta nga shtetasit me kombësi ukrainase. Të huajt lexojnë kryesisht libra në gjuhë huaj, por edhe në shqip, ku preferojnë më tepër ata të cilët tregojnë në shqip historinë e vendit tonë.